Ne sot kemi ardhur të kryejmë detyrën tonë të deputetit, për që dhe në dhe jemi kritikuar atyre mujve nga gjithë. Ne ndëgjum një shpjegim të deputetit që ka marrë të drejtën dhe zyrtarisht nga presidentja, e pam që ishte një lloj shfaqimi për gjendjen e funksione, pse na është ndalu dialogu strategjik. Kjo listë ka mujtë me qenë e gjatë. Tani edhe ne, si Aleancë, nuk dëshirojmë qeverisës të një qeveri januare, sepse nuk në dha. Nuk kemi asnjë material me shkrim të ndonjë program, nuk është nda deputet dhe të paktën me pa dikush pensionet, lehonat, pushin pak më mirë. Nikosisht, e kuptohet në rend ligj, nuk dojmë me u bë me të korruptumt, por e çeke luftën hibride sot. Pas kaç vitesh ti. Për mendimin tim i nderuar, ti je produkti i luftës hibride të armësve tonë, pra të punu sistematikisht me diskreditu çdo vlerë të vendit. Një ditë, po, është e vërtet, lufta hibride e han ato, i cili e ka ushqyer atë luftë, e tash ka ardhur radha, besoj edhe ty, të uroj sukses.